Problemi është se këta nuk njohin as histori, as ndodhi, as se çan ndodh këtu, as se si bëhet kjo lëvizje, si bëhet ajo lëvizje. Jo, nga që opozita ka pretendime se SPAK-u po e vonon dosjen dhe po e mban sirtar, domethënë, dosjen e Charles Megonigal ku është i përfshirë edhe Edi Rama. Po, jo është i përfshirë, Edi Rama është i përfshirë këtë dosje me Megonigal. Nuk diskutohet. Problemi nuk është se e mban SPAK-u në sirtar. Unë ja u kam thënë, edhe e kam deklaruar disa herë, Rama le të zgjedhë. Do zgjedhë ta bëj burg në Shqipëri apo në Amerikë. Ta zgjedhë ku doj. Po që Rama do dënohet. Problemi është ajo dosja Megonigal, e cila duhet vinte më përpara, dhe Ulci Manja nuk e dërgonte shkresën për të ardhur dosja Megonigal, dhe dosja Megonigal, unë kam thënë, Dumani e ka marrë me vete kur ka ardhur nga ajo vizita urgjente që bëri, dhe Dumani ka qenë shoqëruar edhe me një agent FBI-s kur ka ardhur në Shqipëri. Këta nuk e din fare. Ka qenë edhe i gjyqtari atje dhe këta nuk e din fare. Pse nuk e pyetën këta që pse u hap procesi për 5 majin, që është i procesi hapur për Edi Rama dhe Erion Velin. Dhe pse nuk i bëri përshtypje këta që i pari kryeministër në detyrë i hapet një proces penal. Çfarë po ndodh me to në këtë rast? Çfarë po ndodh me këtë proces në këtë rast? Është hap proces penal dhe këta nuk e hapin gojën. Këta bëjnë politik rrugë, këta bëjnë politik ditore. Po, nuk u përmend në fakt në atë rast. Të paktën sa dëgjova. Po këtë po të them, që nuk e di njerëzit që është hap proces i Ramës. Pse kjo opozit nuk e përmend? Pse nuk e përmend kjo opozit? Që Ramës është hap proces për 5 majin. Për aferën e 5 majin. Që është marrë toka njerëzit, pronarit e është dhënë një kompanie private. Pse nuk e nga ngritë zërin këta? Ashtu si që nuk ka ngritë zërin, zguxon me ngritë zërin opozitës e kam tu. Dhe kryesisht Partia Demokratike. Për të bërë një kërkesë për t'i heqë titullin Sorosit si qytetar nderi Tiranës, apo Megonigalit si qytetar nderi Kuksit. Apo për t'i heqë emrin shkollës George Soros që është në Rogozhin. Këta që janë pro politikës Trumpit. Këta që përtasin si jemi të djathë. Ta djathë janë fare që në botë. Emrojnë vetë këta. Vetë quen, vetë emrojnë. Dhe pësi se ngrenë zërin? Asnjë se ngrenë zërin aty. Dhe këta të shi kërkojnë të dosje me gojnë. Po se pyti për asnjëherë, unë prej që ta pyqim për procesin e hapur penal kundrejt Ramës, që është proces nga hapur penal, i regjistruar me vendim gjykate. Se ka marrë vendim gjykate që u hape i proces. Po që është e mundme? Dhe merre me dosje me Megonigal, që do ta zgjidhin këta dosjen me Megonigal. Dosja me Megonigal është e kopsitur në Amerikë. Hetimi është në Amerikë. Këtu në Shqipëri është vetëm kë ka taku, ku ka shku, qa ka bërë. Kaq, brenda territorit shqiptar. Nuk ka këll që SPAK-u të hetoj jashtë territorit shqiptar. Pa mbështetjen e Amerikës. Mirë po që në loj Amerika, FBI-a, qa do bëjë Dumani? Dumani do lexoj qa di sjellin. Se dhe ka që ka kompetencën e. Dhe për ne thash, këta kërkojnë kotën kot, nuk din se qa kërkojnë, nuk din qa flasin. Nuk kërkojnë atë që është për të kërku, po kërkojnë që ishtë në hellë. Tregoj ai, tregoj dosin ty se qa kanë dosin. Jo ba hajde lexoj e ti. Zoti Merkoçi, po. Zoti Merkoçi, para pak ditësh kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Erion Velia i është nxjerr NATO nga burgu dhe është dërguar diku, po pa dhënë detaje konkrete. Ju si mendoni, a ka ndodhur një gjë tillë që një eksponent i tillë
politik që ndodhet në paraburgim si Erion Veliaj të nxjerret natën nga qelia? Patjetër mund dalin. Dhe për forca madhore dilet. Por Berisha me që e deklaroj që ka dalë, nuk e deklaroj se ku ka vajt. Po pra. Berisha e ditë gjitha. Berisha e ditë gjitha. Berisha del për gjitha. Po pse nuk e deklaroj se ku ka vajt? Janë dy momente ku një burgos mund dali. Më thash, është forca madhore, e cila mund tjetë për arsye shëndetësore, mund dërgohet në spital, në çdo lloj momenti. Forca tjetër është, ajo që u thash, që FBI është në Shqipëri. Mund ta marrë FBI-a për interesat e veta të nxjerrit, ta çojë ke zyrat e veta, të bëj pyetjet edhe të marrë punë. Edhe ta kthej prapë në burg. Në çdo rast. Por mund të jetë edhe mund të jetë edhe ndonjë prokuror i Italisë, sepse është i lidhur dhe me dragjetën e Erion Velia. Po e diu. Kush e ka marrë? Por në çdo rast, dalja e tij është me protokoll. Të gjithë e dinë që ka dalë. Pse? Po se ka i drejtor burgu, ka gardian burgu, a do shkoj dikush t'ia hapi derën e Erion Velis dali. Po që dali nga qelia duhet kaloj një 4-5 porta tjera. Pastaj do hypin makinë. Do shoqërohet nga policë. Që dali. Pra gjithë e morën vesh. O ku shkoj? Pse se tha Berisha ku shkoj? Ku e di unë që nuk e mori FBI-a për ta marrë në pyetje? Thash është i lidhur edhe me dragjetën. Ku di unë se s'ka prokuror italian edhe do ta marrin në pyetje? Çajnë të deklarata kështu. Do dalin çovin për tjerë persona, janë burg as janë burg. Për çka kriminal tjerë. Po jo dalësh tash edhe të bësh politikën nëpërmjet asaj si doli ju bën nami si doli Erion Velia. Po më ka dalë. Po e ke marrë vesh ti, e kanë marrë vesh gjithë. Po më thuj vendin ku ka dalë. Me që ti e dike, se ka dalë, thuj vendin. Pse se thot vendin? Pse se deklaro vendin? Pse i herë thanë, e ka marrë, për ta terrorizuar Rama, për t'i bërë presion. Rama presion, po t'jetë për t'i bëj, ja bo më kolla, ja bo më burg, se sa për jashtë. Për jashtë nuk ja bo të. Ati në burg ja bo më tepër presion. I herë thanë, qëj dagun e futi dagun me qili. Të shi del, si janë politikanë të janë parë politik, të janë pazargji. Bëjmë presion në kotëm kotë. Flasin në mënyrë pa logjikshme fare. Ç'është kjo? Doli Erion Velia. Doli. Thuj, doli Erion Velia e ka marrë FBI-a. Doli Erion Velia e iku në spital. Doli Erion Velia e kanë marrë prokurorit italian pyetje për ndrangetën. Po më, s'ka asgjë të keqe. Se s'ka për çku FBI-a në qelit Erionit. Apo prokuroria italiane. Edhe doktori s'ka për çku aty në qeli, po do shkojnë në spital. Burgosit kanë dalë gjithmonë. Për forca madhore. Jo dali për shëtitje, por për forca madhore kanë dalë gjithmonë. Çka ka?